Përshëndetje dhe mirë se erdhët. Unë jam doktori Selda Sedia. Sot nuk do t'i kërkojmë trupit të bëjmë më shumë, do t'i kërkojmë të flasë. Në qëndrimin e heshtur, ku lëvizja ndalet dhe frymarrja qetësohet. Trupi fillon të tregoj historinë e vet. Një histori që shpesh nuk është dëgjuar. Qëndrimi pasiv, si gjuha e trupit. Do të flasim për qëndrimin pasiv të trupit, në pozat pasive që vetëm yin yoga i realizon. Do të formojmë trupin në ndjesi të ndryshme. Në këtë moment, çdo ndjesi do të jetë një fjali, çdo tension i mbajtur, një kujtim, çdo çlirim, një përgjigje e vonuar. Kur qëndrojmë pa e shtyr trupin, ai fillojnë të ndjenë siguri, dhe vetëm në siguri trupi flet me të vërtetë. Frymarrja, sigurisht që është pjesë e këtij udhtimi. Është përkthyesja e brendshme. Frymarrja bëhet ura mes asaj që trupi ndjen dhe mendja po kupton në këtë moment. Nuk ka nevojë të kontrollohet absolutisht asnjë lloj gjëje. Dhe brenda kësaj ndjesie, qetësie, do të rrjedhi meditimi në një përpjekje mendore. Dhe çfarë do të ndodh pastaj në brendësi? Kur qëndrojmë në pozë për disa minuta, sistemi nervor do të zbutet. Mendja do të ndaloj së analizuari. Qetësia nuk vjen sepse gjithçka është në rregull, por sepse trupi ndjen se nuk ka më pse të mbrohet. Kjo është balanca e vërtet që kërkojmë në këtë udhtim që po bëjmë tani, përmes meditimit dhe yin yoga, përmes pozave pasive. Meditimi ndodh përmes ndjesisë trupore, është e vërtet. Ne nuk largohemi nga ajo që ndjejmë, ne qëndrojmë. Dhe duke qëndruar, ndjesia ndryshon vetë. Mos haro të mbushesh me frymë thellë. Dhe pastaj ta nxjerrësh ngadalë. Ky është udhtimi më i bukur që ndodh brenda trupit, mendjes dhe shpirtit tonë. Nëse trupi yt sot flet për lodhje, për tension, për mbajtje të vjetër, dua ta dish këtë. Ai nuk po të kundërshton, ai po të udhëzon. Dhe ti po e dëgjon. Kaq, mjafton. Kur dalim nga pozat e jogës, nga pozat pasive, çfarë marrim me vete? Kur dalim nga pozat pasive, duhet të dini se ne nuk dalim bosh. Ne dalim me një ndjesi më të qartë të vetes, me një qetësi që nuk ka nevojë për shpjegim, me një trup që ndihet i respektuar. Kjo gjendje mund të rikthehet sa herë të ndalesh dhe të qëndrosh. Qëndro dhe pak këtu. Qëndro dhe pak me mua këtu, në këtë heshtje, pa e emërtuar, pa e analizuar, në qëndrim, kur trupi flet, dhe kur e dëgjojmë, fillon shërimi. Unë jam doktor Selda Sedia, faleminderit që i dhe trupit këtë hapësirë për të folur. Bashkë do të shihemi sërish në episodin e radhës. Mirupafshim.